Qoftë ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo Isa sallallahu alaihi wasallam, apo Musa sallallahu alaihi wasallam, apo Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne e dim se gjëra të tilla fatkeqësisht burojnë nga librat e tyre Zotin e ruaj. Ata cilët janë profetët e Zotit dhe i përmendin profetët e Zotit me tmeta, mos u çudit kur të tjerët lozin me profetin e tyre Zotin e ruaj. Megjithatë, ne jemi musliman, ne kemi qëndrimin tonë dhe ne duhet të jemi shumë kujdesshëm, sepse kjo është çështje besimi dhe kjo është çështje që e nxjerrë njeriu prej feje Zotin e ruaj. Dhe kjo është ajo çështje që bën njerëzit mbas vdekjes Sulejmanit alayhis salam, e akuzuan të dërguarin e Zotit Sulejman alayhis salatu wassalam me magji dhe Zoti xhalla xhelalu i sprovoi njerëzit asaj kohe dhe njerëzit deri në ditën e gjykimit me sprovën e magjisë. Që pa dyshim është kufër, që pa dyshim është mohim, që pa dyshim është dalje prej feje, siç ka ardhur hadithi i pejgamberit, ajeti i Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa prej dietarëve të Islamit ndalen pse është kufër, pse është dalje prej feje. Kanë thënë për 3 arsye. E para, se ata që bëjnë magji, magjistarët bashkëpunojnë, i shërbejnë dhe adhurojnë xhinat. E para. E dyta, kanë thënë se ato pretendojnë në përgjithësi, ose magjistarët, ose gjithë me cilët ata bashkëpunojnë, pretendojnë dije në të fshehtës gjë që i takon vetëm Zotit xhalla xhelalu. Dhe e treta, ata duan dhe mundohen që të robëtojnë njerëzit, të bëjnë njerëzit robërit e tyre. Siç ndodh fatkeqësisht, kur njerëzit thonë, më shëroi filani ose filania, ose më shëroi filan vend e kështu me rastis do të më poshtë inshallahu taala. Pyetja, a ekziston magjia? Sigurisht me Kur'an, me Sunet ekziston, jo vetëm që ekziston, por se edhe ndikon në jetën e njeriu. Për të arsye Imam Newawiu, Al-Khattabiu e tjerë thonë se ka ixhma ndërmjet dietarëve të Ahlus Sunna wal Jamaa që magjia ekziston dhe ndikon në jetën e njeriu. Atë ç'është magjia? Në gjuhën arabe sihr quhet çdo gjë që nuk i dihet, çdo gjë që ndodh po nuk dihet shkaku, nuk duket me sy. Ndërsa interpretimi ose komenti fetar i magjisë është ndjekja e çdo rruge, forme ose mënyre nëpërmjet të së cilës ndikohet në trupin, shëndetin e njeriu, qoftë dukshëm, pra nga ana fizike, qoftë nga ana shpirtërore, nga ana e padukshme. Për këtë arsye Shimqiti rahimahullah thotë nuk mund të jepet një përkufizim standard për magjin, sepse ai është ndryshëm. Dhe sipas llojeve të tij merr dhe përkufizimin. Llojet e tij janë të ndryshme. Si ai i largimit, i bashkimit, i paralizimit, i çmendurisë, i fiksimeve, e tjerë. Dikush prej ateistëve ka dashur që ta mohojë realitetin e magjisë. Një po kush kthehet në enciklopeditë e mëdha botërore, do të gjejë se është një kapitull i veçantë i cili flet dhe trajton çështjen e magjive dhe të gjinëve. Neve nuk në intereson fort si musliman e përmendën enciklopeditë e mëdha botërore, perëndimore apo jo shkencore kështu me radhë. Por se themi si armë për ato njerëz që pretendojnë se ndjekin vetëm shkencën. Dihet botërisht historia e magjive të firaunëve, saqë pasojat e disave prej tyre ekzistojnë deri në sot. Njihet botërisht magjia e zezë, e tjerë dhe bota perëndimore apo bota shkencore nuk ka pas ndonjë qëndrim që ta mohojë atë. E ne themi, është ajo për cilën Zoti xhalla xhelalu ka lajmëruar në Kur'an, është ajo për cilën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar në sa hadithe të sakta.
njerëzit përballë magjisë. Njerëzit përballë magjisë janë 3 kategori, 4. Njerëz që e mohojnë. Dhe me këta s'kemi punë. Po është ekstremi këtyre njerëzve ata të cilët besojnë se çdo gjë është magji. I dhem koka mos thot kam magji. Ka i problem o kam magji. Çdo gjë kam gjin, pas këm shkel. Etj. Çdo gjë në jetën e tij e përkthen barabart magji, barabart shkelje, barabart gjin. Dhe këta janë ekstrem. Dhe grupi i nesër dhe i drejtë janë ata të cilët e pranojnë dhe e pohojnë si fakt, por se nuk e teprojnë në emërtimin e çdo gjë e magji, se ka gjëra që me të vërtetë janë magji dhe ka gjëra që nuk janë magji. Ka gjëra që kanë nevojë për shërim mjekësor, shkencor, dhe ka të tjera që kanë nevojë për shërim me Kur'an dhe me Sunet. Për këtë arsye dietarët e Islamit kanë përmend disa shenja, cilat tregojnë se kush i ka është me magji. Për shembull, kanë përmendur gjumi jo i rehatshëm, po jo gjumi jo i rehatshëm rrallë, gjumi jo i rehatshëm vazhdimisht, i cili shqetësohet dhe prishet me ëndrat frikshme, të cilat përsëriten vazhdimisht. Si për shembull, kafsh, të cilat përsëriten vazhdimisht, ose rënje nga lart, e cila përsëritet vazhdimisht, ose si kur e ndjekin gjarprit apo qenë të tjerë, por kjo ndodh vazhdimisht, në njëherë një jetë mund ndodhi, 2, 3, 15, por se nëse ndodh vazhdimisht dhe rregullisht, atëherë kjo është një shenjë. Pushtimi i njeriut në gjumë dhe pamundësia e tij për të folur nuk është shenjë magjie në vetvete, por është shenjë prekje. Pra ka njerëz që janë shtrirë duke flet, u vjen diçka as nuk mund kërkojnë ndihmë, as nuk mund flasin, duan të flasin, nuk ndjehen mirë, por se më pas i liron. Kjo nuk është shenjë magjie, por është shenjë prekje, e cila gjithashtu ka dhe ajo shërimin e vet. Të vjellat e vazhdueshme dhe pa ndërprera, pa kuptim, pa shkak, sidomos kur njeriu zgjohet nga gjumi. Një rëndesë e prehershme dhe e vazhdueshme në trup, pra njeriu ndihet gjithmonë i lodhur, i kputur dhe i rënduar si trup, vazhdimisht, nëse është vazhdimisht. Lëvizje në stomak, nëse i lexohet Kur'an, ndjehet se diçka i lëviz në stomakun e tij. Dhe kjo është një shenjë, për shenjave se njeriu është me magji. E qeshura e pa kuptim, pa arsye, si e qeshura me veten e tjerë vazhdimisht. Ose e qara e pa kuptim, ose me veten e tij pa arsye vazhdimisht. Ose e folura me veten pa arsye vazhdimisht. Dorëzimi i shkencës për një rast X se nuk ka zgjidhje nga ana mjekësore. Këto janë disa shenja. Urrejtja e dikujt pa shkak dhe pa arsye, dashuria kot për dikë pa shkak dhe pa arsye. Këto ishin disa prej shenjave që ja tregojnë se njeriu është me magji, për këtë arsye duhet jemi të kujdesshëm, mos kalojmë në këtë çështje nga ekstremi në ekstrem. Një këshill, shumë prej dietarëve të Islamit prekin një fakt dhe thonë, në të shumtën e rasteve, njerëzit me shqetësime kanë sy dhe nuk kanë magji. Në të shumtën e rasteve kanë sy dhe nuk kanë magji, ose është ajo që e përmendëm më përpara, janë me fiksime. Ka njerëz që janë me fiksime, nuk është puna se kanë diçka. Si bëhet shërimi? Shërimi nga magjia është në 2 faza. Faza e parë para se të jesh i smur me magji. Dhe faza e dytë nëse të ka sprovu Zoti Xhella Xhelalu. Mirë, një pyetje. Dikujt shejtani mund të thotë vetën e tij, po pse duhet të jetë magjia? Pse duhet të ekzistojë magjia? Sa mirë do të ishte sikur mos të ishte. Çfarë do të përgjigjemi në këtë rast? Se i Zoti Xhella Xhelalu thotë në Kur'an, la yus'alu amma